Pse mashtrohemi ne? Ndoshta mos e kemi si një nevojë ndonjëherë të mashtrohemi. E dinte pikën time të dobët që ishte ai. Sa u fute në gropti me sa lek? Të shtëpisë time din vetëm 40.000 euro, por janë 60.000. 60.000 euro. Është mashtruar që nga klasa e 4 dhe është manipuluar nga një shoqe e afërt. Po gjithmonë thoshte që nuk ta do njëri të mirën sa ta dua unë. Ja, mami do të largoj nga unë. Pastaj shpifte sikur unë çoja foto nudo çunave. Njerëz që kanë në dorë të fshetat e tua, që kanë në dorë mendimet e tua, janë për burg në rast se i kesh përdorin atë. Patjetër. Angela, ti ke rënë pre e një pseudoterapiste. I kisha aq shumë besim sa që çdo gjë që ai thonte, unë e merrja për të më qenë përbaz. Ti duhet shkosh me pushim i qetësou, po më merr dhe mua. Po, pikërisht. Ti duhet shkosh në Këtë radhë kemi një viktim edhe protagonist. Unë bëja lek, gënjeja 10 veta, pas e dilte njeri që mi hante prapë të lekët, gjironi nga të brenda. Nëse ti e ke hedhur hapin këtu, mashtruesi është 4 hapa para teje.